muslimani duhet të kujdeset për përmirësimin e zemrës së tij. Edhe të shikojë a ka në zemër ndonjë smundje, a ka në zemër shirk, a ka ndonjë dyshim, a ka diçka, a urren diçka prej asaj që e ka shpall Allahu subhanahu wa taala. A urren diçka prej fesë Allahut, qoftë edhe çështja më e vogël, sepse ka edhe në zemrat e muslimanëve mund të ketë diçka që e di se është prej fesë Allahut, edhe nuk e pëlqen atë pjesë të fesë Allahut ose të shariatit Allahut. Edhe kjo është smundje, domethënë krimbi më i rrezikshëm në zemrën e besimtarit, që e prish edhe e shkatron zemrën nga brenda. Ose anim ka mosbesimtarët, ose ka bidatxhit, ose anim domethënë në drejtim të njerëzve të prishur, duke i dashur ata më shumë se besimtarët. Dhe gjithashtu edhe smundje tjera të zemrës si zilia, ose urrëtia e të mirave të dikujt tjetër, ose mlefi, domethënë ndaj njerëzve, domethënë për shkak të hasedit. Prandaj njeriu duhet ta pastrojë zemrën edhe të luftojë për përmirësimin e saj, sepse këtu është qendra e përmirësimit. Jo vetëm pamja e dukshme, domethënë, vetëm për shembull vetëm mjekra ose vetëm rrobat e kështu me radhë. Po ajo që është me rëndësi është përmirësimi i brendësisë, përmirësimi i zemrës, pastaj përmirësimi i fjalëve dhe veprave dhe dukjes. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu nuk i shikon trupat tuaj edhe pamjet tuaja, por i shikon zemrat dhe veprat. Do të thonë që zemrat jetë e përmirësuar dhe veprat jenë sipas shpalljes, sipas Kuranit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.